Një grup turistësh nga Izraeli që kanë boritur në Shqipëri përpara disa javësh dhe që nuk mund të ktheheshin në vendin e tyre për shkak të luftës, kanë vizituar këtë fundjavë Gadishullin e Karaburunit dhe Ishullin e Sazanit. Udhëtimi i tyre është mundësuar nga një guid shqiptare pa pagesë drejt një prej destinacioneve më të mrekullueshme të Bregdetit shqiptar. Turistët izraelit vlerësuan mikpritjen e shqiptarëve duke i falenderuar përzemërsisht që në këto momente të vështira mundësuan për ta një ditë të paqet. Nga 8 ditë që kishim planifikuar për shkak të luftës në Izrael, qëndruam 21 ditë në Shqipëri. Vizituam gjithë Shqipërinë nga jugu në veri. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm që edhe vendasit mbase nuk e kanë zbuluar ende të plot. Kjo guid është e mrekullueshme. Mikpritja e shqiptarëve na la pa fjalë. Një udhëtim i shndërruar në mesazh shprehëse, ku Shqipëria jo vetëm që mirëpriti, por tregoi se në kohë pa sigurie, paqja, solidariteti dhe mikpritja janë pasuritë më të mëdha që një vend mund të ofrojë. Në përfundim të këtij turi, turistët izraelit thanë se do të rikthehen sërish në Shqipëri, të shoqëruar nga miqtë e tyre.